300 familje në fshatin Mab në njësinë administrative të Dajçit, në Lezhë, po përballen me mungesë të ujit të pishëm. Prej vitesh ujësjellësi i fshatit ndodhet jashtë funksionit, duke detyruar banorët ta blejnë ujin ose të udhëtojnë kilometra të tëra për ta siguruar atë. Banorët thonë se problemi vazhdon prej shumë kohësh dhe se ende nuk ka një plan konkret për ndërtimin e një ujësjellësi të ri, ndërsa vështirësitë shtohen veçanërisht gjatë muajve të verës. Kjo ka 5-6 vjet që është ndërprer kjo ujit që u bën investimi i dytë. Mungesa e pishëm është si një 3-4 herë kemë bën, edhe ujë pishëm nuk kena. E blejmë diçan me bidona. Kosto normal që ka, sidomos në periudhën e verës, ka shumë kosto, se shkojmë diçan e morëm ujin e pishëm. Na kena vite si e blejmë. Vite. Investimi ka qenë i kot, i pa plot. Se si a bon të ka bon, zdim gjona, ashtë punu keq, fakti është si na nuk kena ujë. Unë hargjej vetën për me pi hargjej 1 bidon ditë, 1000 lek, vjetra. Gatimi ka prap me fjallë shpenzimit e veta, edhe kështu që kosta është sa të dush. Përballë kësaj situate, banorët kërkojnë ndërhyrjen e institucioneve përgjegjëse për t'i dhënë fund një problemi etik që prej vitesh mbetet pa zgjidhje.